Në komunën e Gjakovës ka nisur procesi i rindërtimit të kadastrës dhe regjistrit të drejtave mbi pronën e paluajtshme, një projekt i rëndësishëm që po realizohet me mbështetjen e Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Gjevalin Nikol Bibaj, drejtor për kadastër, gjeodezi dhe pronë në Gjakovë, tha se tashmë janë hapur 2 zyra. Për momentin të hapur 2 zyra nga operatori ekonomik, në bashkëpunim me komunën dhe me agjencionin kadastral. Për zonat kadastrale Gjakov qytet, pjesë e saj Gjakov jashtë qytet dhe Zidit Selikagës, është zyra në rrugën Luana Haradinaj numër 50, afër prokurisë së sigurimeve këtu në tranzit, kurse zyra tjetër është në Dardani, ish Piskot, dëshmore të Leshi, numër 179/2 ose afër lapidarit që i thujme të Dardania. Sipas tij, përfitimet janë të mëdha pasi qytetarët mund të kryejnë shërbime si trashëgimia, ndarja fizike e parcelave, kalimi i pronës me marrëveshje dhe lokalizimi i objekteve, të gjitha pa asnjë pagesë. Përfitimet janë dhaja me rindërtimin e katrasit. Qytetarët e këtyre zonave përkatëse ku bojnë pjesë, ku gravitojnë, kanë përfitime të ndryshme, siç është trashëgimia, matjet të katastrale, ndamjet fizike, kalimi i pronës në marrëveshje, do thotë gjendjes faktike që janë në mes banorëve. E thash, trashëgimin, këto procedure janë gjitha pa pagesë, përgatitja e elaboratave për legalizim të shtëpia të objekteve të dyqaneve që qytetarët i kanë, do thotë gjitha elaboratet bëhen pa pagesë deri te procedimi në zyrën drejtorinë për urbanizëm. Interesimi i qytetarëve për t'u njohur me shërbimet që ofron ky projekt ka qenë i kënaqshëm, shtoi drejtori Nikol Bibaj. Interesimi ka qenë shumë i madh i këtyre qytetarëve, po edhe i qytetarëve që gravitojnë në zona tjera kadastrale, për shkak ndoshta jo të informimit komoditësa adekuat, kanë ardhur në zyrën kadastrale, po në zyrat tona. I kemi drejtuar te operatori ekonomik se i ka qenë këto 2 zyra në bashkëpunim me agjencionin kadastral. Afati për dorëzimin e dokumentacionit është deri më 15 shtator 2025, ndërsa më pas do të fillojë faza matjeve në terren, e cila do të zgjasë 1 vit të plotë.